U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej siç e paralajmërova me të ftuarit tan. Kësaj radhe do flasim për sportin. Klubi i handbollit Çajri ka filluar një sezon të mrekullueshëm këtë sezon në vendën nga 5 ndeshjet, ka 5 të fituara dhe këtu pikërisht me mua në studio kemi klubin e handbollit Çajri me lojtarët dhe trejnerin Basri Latifi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Atëherë mund të na thuani një fillim i mbar i këtij sezoni të themi. Keni filluar me 5 ndeshje, 5 fitore. Dhe kjo do të jetë, domethënë, është një sukses. Të flasim pak për fillimin, fazën përgatitore, por edhe për përforcimet. Po shifni kur gjithë janë për pushime dhe gjithë janë domethënë duke shiu atë pushimin veror, ne fatkeqësisht ndoshta ose nga një anë edhe fatmirësisht për sezonën, pasi që sportistat e kanë edhe kohën e limituar në aspekt planifikimit të pushimeve. Ne kemi filluar në gusht fillimin e gushtit, domethënë kemi filluar me përgatitje, pasi që edhe sezoni fillon herët edhe ajo faza përgatitore ka qenë ndoshta pak më e rëndë, pasi që kam pas një muaj ose një muaj e gjysmë diçka pushim. Edhe pas atij pushimit vetëm se kemi filluar edhe në fillim ndoshta nuk ka qenë edhe aq intensive, mirë po pasi që temperaturat ishin edhe shumë të nxehta, kushtet i kemi pas jo edhe aq të mira për të ushtruar. Po e kemi dhënë maksimumin edhe frytet, domethënë tash kemi filluar edhe ti mbledhim. Kemi pas një fillim të mbar, si them me kamën e djathtë kemi filluar, domethënë kemi hyrë domethënë në kampionat pa humbje, kemi pas 5 loja dhe 5 fitore. Mirë po, kjo është vetëm fillimi i garës, fillimi i kampionatit dhe shpresojmë ta mbajmë këtë ecuri deri në fund. Pasi që si vjet domethënë i kemi ambicjet edhe i kemi venduar pak më lart dhe shpresojmë të shpallemi edhe kampion në fund. Se jo, kështu që si e keni filluar, besoj që deri në fund do keni edhe suksese kampion dhe edhe shumë suksese tjera në të ardhmen. Mund të na thoni se çfarë do thotë për ju, domethënë kjo ndeshje, ky sukses si trejner, domethënë keni pasur të themi frikën që do keni humbje apo thjesht keni qenë të sigurt se fitoria, suksesi është i juaj? Në përgatitjet para fillimit sezonit, ne domethënë kur i bëjmë, ne atëherë edhe i vendojmë edhe ato qëllimet që i kemi për sezonin e ardhshëm. Ne edhe disa vitet e fundit domethënë kemi qenë në top 3, top 4 domethënë të kampionatit, edhe pse kemi pas vështirësi edhe ne. Vështirësi për mua si trener, ndoshta edhe në aspekt organizativ ka qenë formulimin e skuadrës, formulimin e lojtarëve që do ta përfaqësojnë për sezonin e ardhshëm, po në përgjithësi problemi më i madh ndoshta edhe ku trajneri edhe kryesi janë lëndimet e lojtarëve. Pasi që është sport fizikisht kërkon mjaft shumë dhe ne lutemi që lojtarët mos jenë të lënduar. Fillimisht kjo, pasi që planifikimet i bëjmë edhe më herët, nëse keni lojtarët zakonisht lëndimet e lojtarëve zgjasin 5-6 muaj, domethënë ndoshta lëndim më i rëndë, ndoshta edhe deri në 9 muaj, çka do të thotë se një sezon komplet i humbur i një lojtari. Përveç se është për klubin edhe për neve si trener në çështjen organizative të ekipit, domethënë është problem edhe për lojtarin, pasi që është një pauzë e cila mjaft ndikon në karrierën e tyre edhe mjaft ndikon edhe në performancat e tyre. Po ne në përgjithësi kemi pas domethënë atë ecurinë e kemi vazhduar, pasi që ne edhe atë 5 vitet e fundit edhe garojmë edhe në Europë, edhe në përgjithësi ne përgatitjet i bëjmë edhe për ato garat që janë evropiane. Pasi që ligën tonë e njohim, domethënë cilësinë e cilësinë e ligës domethënë tonë ku garojmë ne e njohim shumë mirë dhe përgatitjet i kemi bazuar më tepër domethënë ta krijojmë një skuadër që do jetë kompetitive domethënë edhe në suazat evropiane. Po për fat të keq domethënë jo pse nuk ishin përgatitur me kohë, po ndoshta edhe u zgdash pak edhe më herët me bëu ato përgatitje, po sidoqoftë do janë rezultatet që i kemi pritur, janë rezultatet cilët ne shpresojmë se do vazhdojmë ti arrijmë dhe vazhdojmë ti në ecuri, domethënë edhe si vazhdon kampionati ashtu, dhash Zoti mos të kemi lëndime. Domethënë kjo është domethënë dëshira e çdo trajneri ose në aspekt organizativ të kryesisë së klubit që e para domethënë lojtarët janë shëndosh, se shëndetja është domethënë rend parë për neve dhe
mandej, domethënë, si kalon koha, ashtu edhe rezultatet edhe arritjet, domethënë, edhe arrijen, po nuk ka dëshpërim. Kjo është domethënë një punë që ne kemi filluar ne prej më herët, edhe ne gjithsesi jemi të kënaqur, po nuk mund të jesh i kënaqur nëse nuk shpallesh kampion. Domethënë, qëllimin e kemi në fund të shpallemi kampion, mandej do pushojmë ndoshta një 20 ditë ose një muaj dhe do i shijojmë domethënë atë suksesin. Mund të na thoni ndeshjen ndërkombëtare, suksesi i klubit për këtë vit, përballja me kampionat e Slovenisë. Ne tash e dinë si janë, kur mbaron sezoni arritet në thënë ndoshta në bazë për të krijuar domethënë për të parashtruar domethënë edhe rezultatet e sezonit të ardhshëm. Ne vjet kemi mbritur në 1/8 e finales në garat europiane, çka është domethënë një rezultat jashtëzakonisht i mirë, përveç se një klub cili e ka arritur në Maqedoni, ne jemi klubi i dytë cili ka arritur domethënë në këto suaza, në këto garë, në 16 ekipet më të mira të Evropës dhe tash ne planifikonim që si vjet domethënë të jemi spaku në 24, në 8 ekipet më të mira ose pse jo edhe në 4 ekipet më të mira të Evropës, po që fati nuk deshi domethënë shorti na ra shumë i rënd, kampionat e Slovenisë. Slovenia është një nivel pak më ndryshe, nivel pak më lart se ne në handball. Po edhe pse nuk ka qenë domethënë një lojë e humbur, domethënë kemi humbur me dinjitet, kemi humbur me kryen me kokën lart. Ka qenë një lojë të cilën niansat kanë vendosur domethënë për humbjen në atë lojë. Edhe pse ne kemi dhënë maksimum, po kemi pas edhe handicap një lojtar që nuk është regjistruar me kohë, ndoshta po ta kishim pas atë lojtar tash e din analizat pasi që mbaron loja vazhdojnë edhe mendojmë se ndoshta edhe kishim kalu turin, po sidoqoftë jemi krenar dhe domethënë e kemi mbaruar kompeticion domethënë me kokën lart dhe jam krenar për ekipin i cili domethënë kanë dhënë maksimumin dhe nganjëherë edhe fati sportiv duhet të jetë në anën tonë, se gjithsesi kualiteti cilësia është një, domethënë mirë, po nëse nuk ke pak edhe fat sportiv, jo shtylla, jo lëndimi ashtu, kur kombinohen krejt ato domethënë në fund, po gjithsesi ne kemi pasur një paraqitje të denjë domethënë në Europë. Të kthehemi pak tek vajza. Fillojmë me Hana Miftarin, e cila njëkohësisht është edhe kapitene e ekipit. Si është për ju që t'jeni një kapitene në ekipin me vajza aq ambicioze që keni në klubin e juaj? Fillimisht kam nderin tim lidera e vajzave, për aty falenderoj edhe trajnerit që ka pas besim në mu, edhe unë jam krahë i djathit trajnerit, gjithmonë i them, edhe trajnerit do më thonë për çdo gjë me vajzat është ndryshe me komunikone me vajzat, edhe është ndryshe me komuniku trajneri si vajza me vajzën si flet. Sado pak ne vajza njëra tjetrën i dim ato se si duhet të komunikojmë. Mirë, po jam shumë e kënaqur edhe me vajzat, kemi luftu shumë prej që ja kemi fillu sezonit, do më thonë kemi ambicie shumë të mëdha për mu bë kampion këtë vit. Besoj që do bëhemi, kemi besim vete, edhe unë kam besim vajza që do bëhemi kampion këtë vit. Fitoret s'kishin dalëm, derisa erdhë loja në Evropë, fati nuk ishte me ne ato dy loja. Mirë, po shpresojmë që ta vazhdojmë me fitore në kampionatin tonë në vend. Hana, mund të na thuash se kush ka qenë motivimi yt më i madh në sport? Patjetër motivim më i madh ka qenë familja, son vi prej një familje që janë gjithë sportistë. Do të thonë familjen time nuk ka ditë asgjë më fol ndonjëherë përveç sportit. Jam frymëzuar prej babit, prej migjës, do të thonë shumë familjar kam pas sportistën edhe prej aty e kam marrë frymëzimin për me fillu me sport. Do të thonë aty në shtëpi është folur vetëm për sport. Patjetër, askush mos më ngon në publik, gjithmonë mami më është aty në publik, për shkak se babën e kam në struk, ai ndonjëherë mundet, ndonjëherë s'mundet, po mami asnjëherë nuk më ngon në publik, aty është, ajo është motivimi më i madh. Më i madh. Patjetër. Rikthehemi tek Rona. Rona dhe Hana jeni motra. Dy motra të cilët pasi që siç e cek edhe ti vetë në shtëpi flitet vetëm për sport. Dhe Rona ka ndjekur edhe kjo të njëjtën rrugë që në të ardhmen të jetë një sportiste, një handballiste. Mund të na thuash Hana se cilët janë synimet e tua personale në, të themi, në lojën e handballit? Normal, unë kam filluar që e vogël me të mirën me handball. Prej moshës 8 vjeçare, falë mësuesës mia që ma ka propozu
për me u regjistru në klub. Synimet e mia janë për me arrit diçka shumë më lart, se tani që kemi nis me fitore. Kur vjen fitore në fund është gjithçka e bukur, kemi pas vështirësime, po në fund inshallah edhe kampion edhe me fitore s'ndalem me hiç. Shpresojmë që në të ardhmen pse jo. Mund të na thoni se cila është ndeshja që të ka mbetur më shumë në mendje, Rona? Dhe pse? Se do e kujtosh më shumë? Po, me Gjorçën, sepse kam pas ndoket të 2 vjetë ose si di. 8 loja. 8 loja kemi pas veç ato s'kam pasën hiç humbi. Do të thonë kanë qenë kampion 3 herë radhës. 3 herë radhës edhe normal kur mbas 8 lojave vjen dikush e fiton atë ekip, normal që është shumë emocion i madh dhe nuk kam harruar kur. Asnjëherë, domethënë ajo ka qenën për ty që nuk do e harrosh. Keni fituar Gjorçën dhe pasi që 3 vite radhazi kanë qenë kampione. Mund të na thoni se çfarë do të thotë për ju si handballist kjo eksperiencë që tani jeni edhe trener me vajzat, çfarë do të thotë kjo? Besom se më letë është jesh handballist se sa t'jesh trener. Me të vërtetë. Handball kur lun e ke topin, e ke golin, e ke fushën, mirë po kur je trener i ke edhe 16 tjerë lojtarë që dush të kujdesesh ka qysh tek. Po në përgjithësi është vështirë, në fakt ne vetë kemi zgjedhë këtë detyrë, mirë po me femra është pak ma problem me punu. Me femra është pak problem, po gjithsesi ne pratë edhe hanën edhe kam si dorën e zgjatur atje, më thonë, të ekipi i vajzave, po e kam edhe mësusën mia, është një herët edhe punëtor sportiv është më gjatë kohë, po e kemi edhe si psikologi ati në klub, nëse ka dhe një problem cilën është, më thonë, sepse jam femra, gjithsesi, më thonë, edhe psikologjia e tyve pak ndryshon, ju jeni vetë femra edhe e dini si funksionon ato, po. Kuptojmë plotësisht, jeni po pak në detaja. më të komplikume në aspekt edhe janë edhe më të ndihshme, janë më emocionale, për atë do thamë në këtë drejtim, më thonë është pak vështirë, mirë po kemi po një strukturë të mirë edhe të kryesisë, edhe të trajnerëve, në secili ka detyrën e vet, secili punon në në atë aspekt, po nuk kemi domethënë ndonjë problem, edhe pse është vështirë për shkak se është një grup, edhe është një grup ne kemi domethënë përveç se kemi ekipin e seniorëve, kemi edhe 3-4 kategori që janë treja, të cilët domethënë do të punohet me ato se këto nuk kanë ardhur rastësisht domethënë në ekipin e parë. Rona me 17 vjet, me 16 vjet domethënë është fut në ekipin e parë, nuk është rastësi domethënë, po ajo është një punë, është një përkushtim domethënë, dhe është një detyrë cilën ato e kanë pas edhe ndoshta te rasti i këtyre për shkak se kanë pas edhe prindin është sportist dhe është marrë me sport. Po në përgjithësi kërkon shumë punë dhe kërkon shumë ka obligime, domethënë sporti ka obligime, edhe ndoshta ne ju kemi hinër hak si thonë, edhe pak po këto fatmirësisht janë edhe nxënëse të mira, nxënëse të shkëlqyeshme, tash në aspekte edhe asaj se duhet të kesh kujdes edhe ato janë për shkolla, janë ndrimet masdite, jo orari i stërvitjeve është i komplikuar, po në fund të fundit domethënë gjithçka domethënë është arsyeshme. E bëni orarin, e bëni një orar që tjetër. Gjithçka ka arsye dhe gjithçka domethënë në fund paguhet. Mund të na thoni ndeshjen që do e veçoni gjatë këtyre 5 takimeve? E përmendja dhe Rona, domethënë Gjorçe Petrovi, domethënë është ai komentar i famshëm, cili ka qenë edhe kampion i Evropës 2 herë, domethënë është domethënë një krenari e handballit domethënë Maqedoni. Ato edhe 8 loja rend me rend domethënë kanë fituar me Sajën në kampionat, sa edhe për kupë, ne gjithmonë kemi pasur rival pak më të përvetuar, si të them. Gjithmonë me ato domethënë kemi luftuar për të shpall kampion, edhe pse kanë domethënë kanë pas domethënë edhe kanë një ekip shumë të mirë, po nuk po them se jemi koncentruar vetëm për të fituar ato, ndoshta ajo fitore ndoshta edhe na kushtoi neve pak më tepër se ka qenë një fitore që ne kemi arrit midis 2 lojave në Europë që ti kemi luajtur. Domethënë ne kemi pas mrena 6-2, kemi pas 3 loja shumë të forta. Tash ne u deshte edhe në pak të kalkulojmë për rezultatet, mirë po e përmendja dhe Rona ajo kënaqësi e asaj fitore, domethënë ndoshta edhe është më e ëmbël se sa humbja që e hidhur që ne kemi pas në Europë. Po është domethënë një fitore të cilën vetëm se trason rrugën tonë për në Europë, pasi që është fitore, është me rëndësi se e kemi bën domethënë
në terren një koqir. Nuk kemi qenë ne jemi kom mysafir domethënë atë lojë, edhe kjo është domethënë është habit, ndoshta edhe opinioni sportiv domethënë kanë qenë domethënë të habitur nga ajo fitore, mirëpo ne tash do ecim hapave tonë dhe nuk mendoj se do kemi ndonjë problem, edhe pse sezoni është i gjatë, ka edhe shumë loja domethënë për të arritur deri atje, po është një fitore e cilën neve na bën shumë krenar dhe për të cilët jemi shumë të kënaqur, ndihemi shumë mirë. Mund të na thoni sa keni përkrahjen e institucioneve përkatëse? Si klub. Kjo është një temë shumë domethënë e ndihshme për neve, edhe pse në kohën e fundit kemi pas disa lëvizje, kemi pas domethënë përkrahje institucionale, mirë po në përgjithësi do kisha apelu të bëhet ma tepër për këto vajzat. Pasi që është edhe kategori e ndihshme, e dini, vajzat gjithmonë tash nuk po e them unë pse jemi këtu edhe, po kanë qenë një kategori domethënë e diskriminuar në aspekt, po e them thojza në aspekt asaj cilët ju duhet përkrahje. Mirë po ne kemi shumë kategori, infrastruktura domethënë është shumë e dobët në palestrat sportive, na mungojnë, ne kemi mbi 120 fëmijë që ushtrojnë handball. Kemi akademinë më të zhvilluar në rajon, Maqedoni. Mirë po kemi një palestër që shfrytëzojmë vetëm 1 orë gjysmë ose 2 orë maksimum, duke i futur gjithë kategoritë e pionerëve, kadetëve, juniorëve dhe seniorëve aty. Tash rezultatet dhe arritjet nuk bëhen domethënë mrena natës, është një proces që kërkon investim, kërkon më tepër. Fatmirësisht kemi një ndihmues domethënë cili na ndihmon shumë, sponsorit cili domethënë ndoshta edhe funksionon në bazë donacioneve, Eftinia Impex domethënë është kompania që na ndihmon neve. Po gjithsesi kërkojmë dhe apelojmë të kemi përkrahje më tepër institucionale. Na mungon për momentin, po shpresojmë se në të ardhmen do fokusojmë ndoshta pak më tepër te këto vajza të cilët janë ndoshta kolektivi më i suksesshëm në Maqedoni. Klubi i handbollit femrave Çajër domethënë është klubi si sport kolektiv, është klubi më i suksesshëm në rajon domethënë edhe në Maqedoni, po posaçërisht edhe te femrat, pasi që edhe nuk ka shumë kolektive që punojnë me femra. Ashtu që do kisha apeluar vetëm se na përkrajnë pak më tepër. Kthehemi pak edhe tek vajzat edhe një herë. Mund të na thoni se cili është momenti më i bukur në karrierën tënde, Hana? Momenti më i bukur në karrierën time do kisha thënë më i bukur ka qenë domethënë fillimi, hapat e fillimit. Atë normal, njëherë unë kam fillu me ekipin e juniorave. Atë me thënë drejtën ka pas ma pak stres, ma gjanat kanë qenë chill. Tash kam fillu prej gati 3 vite e gjysë 4 që kam marrë pjesë në ekipën e seniorave. Aty kam fillu gjanat mandej prap mu vështirësu sepse është ekipi i parë, ke ma shumë obligime, ke barë mbi shtëpinë, se lunë me lojtarë ndoshta që kanë eksperiencë vite ma shumë se ti, edhe gjithmonë duhesh ta gjesh balancën me lojtarin tjetër. Duhesh të adaptohesh me vajzat, mirë po gjaja më e bukur në karrierën time ndoshta ka qenë ajo fillimi i bukur me vajza, shoqëni e re, diçka e re në jetën time. Mirë po, gjithçka është e bukur përderisa i përket handbollit, e bëj me shumë qejf, e bëj me shumë dëshirë, përderisa e bëj këtë gjë komplet është gjithmonë e bukur. Ku e sheh Hana vetë në të ardhmen? E sheh në klubin e Çajirit apo ke pretendime të dalish diku në Evropë të luash me ndonjë ekip tjetër? Domethënë, unë prej fëmijëria kam nisë në Çajër. Mirë po, patjetër që kam dëshirë me vazhdu në Çajër. Mirë po nëse ka oferta më të mira, cilat edhe treneri është i mendime që është më mirë me vazhdu karrierën dikun tjetër, gjithmonë ajo shkon bashkë bisedim. Nëse ja vlen që të avancoj më shumë në ekip tjetër më të lartë, sepse të neve realisht nuk janë kushtet e mira. Si në handball, ne fillimisht nuk kemi sallë tonë, ne ushtrojmë sallë të shkollës fillore. Aty kushtet nuk janë edhe aq mira, na nevojitën kushte më të mira, domethënë nëse kemi neve kushte më të mira, ndoshta edhe avancojmë më shumë
si për në Evropë, ne për shembull luajmë në Evropë, mirë po ne nuk kemi sallën tonë, neve patjetër e kemi të shkojmë ta marrim në sallë tjetër për me luajt. Ndoshta këta janë gjana që ty të shtyn me shku me bë transfer jashtë shtetit që janë kushtet më të mira si për ty, si për rrethanën që jete. Si për një lojtare mendon diçka më tepër. Kthehemi tek Rona. Rona, cili është momenti më i bukur në karrierën tënde, duke e ditur që ke marrë edhe çmime të shumta si lojtare e ndeshjes. Si ka qenë ndjenja për ty? Normal, si që të killa hanaf, hapat e para të mbullit nuk harrohen kur. Kemi pas ndeshje shumë të kadetave, pionerave, edhe normal që jam dallu pak si lojtare, që kam dhënë edhe ndoshta më shumë golla, edhe kam marrë çmime. Mbas asaj kam marrë pjesë edhe për reprezentacionin e Maqedonisë, kam qenë e ftuar, edhe kemi luajtur edhe Evropë atje, në Maltëzi. Normal që nuk harrohen këto, se jam e vetmja shqiptare, edhe normal që është një emocion ndryshe, kur je si, jo që e dallume, po është ndryshe. Vetëm se je shqiptare e vetmja aty dhe ajo të bën krenare, mund të them thjesht. Që edhe Rona është pjesa e reprezentacionit, kur fillimisht unë kam marrë ftesën për ekipin e kadetëve në është lojt garat evropiane në Malzi. Mandej kam marrë ftesë prapë nga ekipi i mladinkave. Po. Pastaj, po ashtu kemi lujt me, nuk e mbaj mend mirë tash cilisht, po kam marrë pjesë edhe për ekipit parë të Maqedonisë, tash prapë doja filloj mirë, po edhe ajo ka qenë një pjesë e karrierës time, po ashtu edhe të motrës, që do të jetë gjithmonë e parushme sepse është vlerësu puna jonë, është vlerësu mundi jonë që e kemi bërë në ekip, është vlerësu nga trajnerët e Maqedonisë dhe shpresoj të vazhdojmë kështu vetëm. Edhe më tutje. Aktualisht pozita e parë me 10 pikë. Domethënë së fundmi fituat bindshëm me rezultat 41-27 ndaj Astibos, Damqevska dhe Rona Miftari së bashku 17 golla kanë shënuar. Po ne, po t'i lam, shpesh më thash edhe si trener e ki pak vështirë, kur i ki 2-3 lojtarë disponu me dhon gole, e ki vështirë, pasi që atë janë 16 lojtarët do të luajnë gjithë. Zakonisht trajnerët kur ka kësi loja pak ma dopta, do me thonë, ne ta kishim lanë Ronën të lunë pak ma tepër, do shta i kishte shënu edhe vetë 17 gole, po problemi është se duhet ta kesh një kohezion, duhet ta kesh një si them një atmosferë të mirë të klubit, edhe gjithë ato lojtarë cilët kanë minutash pak ma të vogël, ne i fusim të luajnë në për asi loja. Tek sportet kolektive nuk ka shumë rëndësi kush jep shumë golla. Po, Rona, ndoshta edhe Hana janë talent cilët, ndoshta dallohen pak me kvalitet, po ne nuk mund t'i lëmë kanë 60 minuta të luajnë ato, për shkak se edhe lodhja fizike, po edhe në aspekt asaj se do të duhesh të kesh një bashkëpunim të mirë brenda ekipit. Ne edhe nuk i lëmë, ato ndoshta kanë qef kur janë formë dhe kanë shënu shumë golla. Lëmë t'i shënoj edhe disa, po si trener ne kemi shohim pak më ndryshe në aspekt lojës, edhe tek sportet kolektive ashtu është. Tek sportet kolektive do duhet t'i balansojsh domethënë gjithë lojtarët, gjithë do të kenë domethënë participojnë aq sa kanë mundësitë e veta edhe. Përgjithësi në ligën tonë ka disa ekipe me të cilët ne mund t'i provojmë disa variante të cilët nuk i kemi provuar edhe pse në stërvitje nuk ka edhe as shumë mundësi t'i luajë, se dallon stërvitja prej lojës, domethënë intensiviteti domethënë dallon. Po në përgjithësi kemi pas domethënë do kemi edhe loja të cilët ku ato do, po edhe çmimet domethënë cilët janë ato çmimet lojtarë ndeshës, nuk ka se i mungojnë këtyre dyjave, domethënë janë brumi akademisë tonë dhe është krenari për neve se jemi të folë për lojtarët që ti kanë njëna 17, njëna 18 vjetë, jemi të folë për lojtarët cilët kanë fillu prej pioner, kanë kalun kadet, tash janë junior, Hana është edhe në konkurencë edhe tek seniorët, është për neve edhe krenari, pasi që lojtari jo, ashtu përparon edhe nesër e përfaqëson klubin edhe në Europë. Lumë, ato kanë marrë pjesë të dyjat në kampionatet evropiane, në kampionatet evropiane të marrësh pjesë edhe për CV-n tonë është mirë, po edhe është edhe krenari edhe për klubin. Cilat janë ambicjet e klubit? Si vjetë shpallemi kampion. Asgjë tjetër, kjo është qëllimi kryesor. Shpesh ne e diskutojmë edhe me kryesin, po edhe me lojtarët e kemi diskutuar shpesh,
Po e themi pak si digresion, nëse nuk shpallemi si vjetë kampion, do e lamë këtë sport nuk e majmë. Po është vetëm se një thënjën cilët ndoshta e mashtrojnë vetin, edhe pse si vjetë domethënë i kemi plotsu kushet pas gjithë ative viteve, domethënë do jetë domethënë ndoshta edhe qershia mbitor të shpallemi kampion. Sigurisht. Në dy frontet, pasi që në matëshri paralelisht domethënë kemi edhe garat në ligë edhe garat në kupë, do e domethënë e kompletuar gjithë kjo storje nëse shpallemi kampionet të dy garat. Dhe në fund, cili është mesazhi juaj për gjithë ato vajzat të cilët kanë dëshirë të bëhen pjesë e klubit, të vinë që kanë interesim për handballin? Unë gjithsesi jam shumë krenar për akademinë tonë. Ne është kënaqësi domethënë të shohësh gjithë ato fëmijë cilët ndoshta qëllimin kryesor e kemi t'i largojmë prej rrugës. Janë 120 ose ndoshta edhe më tepër fëmijë tash akademia numëron. Thash vetëm problem e kemi palestër. Po të kemi palestër se momentalisht ne punojmë vetëm se me femra, vetëm se me vajza. Do kisha pas ndoshta dëshirë edhe djem t'i fus në palestër, vetëm të mirën me sport. Pa marrë parasysh se prej ative 120-ve ne dim se 120 ndoshta nuk bëhen krejt handballistë dhe nuk vazhdojnë krejt, po kënaqësi është domethënë ti shofish ato fëmijë, ti tërheqish prej rrugës se tash e dini kohët moderne domethënë ka edhe shumë probleme domethënë shoqërinë tonë. Po në është kënaqësi ti shofish ato në palestër dhe t'ju dhon detyra, t'u angazhu me sene, t'i largosh prej telefonave, se tash domethënë këtë kohën moderne është vetëm se edhe kanë deviju fëmijë domethënë në çast, po kemi edhe raste shumë të tilla, është kënaqësi për neve domethënë, ndoshta edhe arritjet më e madhe jona është ajo kënaqësi domethënë ti futish fëmijët në palestër dhe ti shohësh duke ushtruar. Pa marrë parasysh a bëhesh kampion, nuk bëhesh kampion, po qëllimit ne e kemi. Qëllimin kur e kemi filluar domethënë këtë rrugtim, e kemi pas domethënë të fëmijët ti të largojmë prej rrugës dhe të punojmë me ato fëmijë më tepër dhe të mirën me sport. Sporti e dini se është gjysa e shëndetit. Nëse nuk miresh me sport, do të miresh me tjera punë. Po, kur të largosh fëmijën prej rrugës, mendoj se do e gjejnë kënaqësinë mrena aty në palestër. Vajza, dhe nga ju nga një mesazh për gjithë ato vajzat të cilët kanë interesim për të luajtur të themi në këtë lloj sporti siç është handballi. Po, pra se që treneri, kapaciteti vajzave të treja është shumë i madh dhe shpresoj të kështu vetëm vazhdon mirë, po është edhe një fatkeqësi tjetër sepse prind i ndalojnë vajzat, kemi shumë raste edhe në ekipën tonë që ka ndodhur, prind i ndalin vajzat në moshë shumë të re, ndoshta i drejtojnë zanate tjera që mendojnë që është ma mirë për fëmijët, patjetër. Mirë, po unë mendimi më mirë se sportin, nuk besoj që ka diçka sepse e dim që edhe digitalizimi tash është shumë i zhvilluar, nuk është një gjë e mirë për fëmijët. Mirë, po sporti prapë, dy kisha këshillu krejt fëmijëve të vazhdojnë sport, mira me sport. Rona? Mesazhi im është shumë i shkurt. Ma mirë mu marrë me sport se sa mu marrë me gjana të kota që nuk ja vlejnë. Mu marrë me sport edhe ndoshta nuk kime arrit diçka shumë të madhe, po ma mirë është mu marrë me sport sa mu marrë me gjana tjera që nuk ja vlejnë. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë në Ritmi i ditës. Shpresoj se do kemi mundësinë ndonjëherë të vim edhe gjatë stërvitjeve, t'ju inqizojmë se si punon treneri, sa jeni të dëgjueshëm edhe kështu me radhë. Ju faleminderit shumë edhe një herë për ftesën, urdhënoni dyert janë qelë, domethënë ju faleminderit gjithmonë keni qenë për krahas edhe ju, po edhe kolegët e juve kanë qenë domethënë edhe tek ne në palestër, po na kanë përkrahur dhe na kanë përcjell gjithmonë. Një falënderim nga zemra pra ne.